Kryetari i Vitisë së Kolhaliti është nderuar sot me titullin Ambasador i Paqes nga Komiteti Botror i Paqes. Certifikata e këtij titulli të lëshuar nga presidenti i Komitetit Botror të Paqes i është dorëzuar sot kryetarit Haliti nga përfaqësuesi i këtij komiteti, Rabit Sadiku. Gjatë ceremonisë Haliti është vlerësuar për angazhimin e tij në qeverisje të mirë për qytetarët. Ndërkaq kryetari Haliti ka theksuar se këtë çmim ja dedikon të gjithë bashkëpunëtorëve të tij. Duke falendëruar për vlerësimin e bërë, tani më ambasadori i Paqes Haliti theksoi se ndjehet i privilegjuar për titullin dhe tha se vetëm do ta inkurajojë të punojë më shumë për paqen në nivel shtetëror e më lartë. Përndryshe, në ndarjen e këtij titulli ka marrë pjesë edhe Taher Shabani, ambasadori nderi dhe komisioner i lartë për paqen botrore, si dhe kryetari i shoqatës së miqësisë franko-shqiptare. Në këtë aktivitet i praneshëm ishte edhe Shaib Deda, aktivist në Morgat nga Vitia. Ndryshe, Komiteti Botror i Paqes është një institucion i bashkësisë ndërkombëtare dhe u shpall në qytetin e Bazelit në Zvicër më 7 mars të vitit 1997.